Në Tiranë u mbajt konferenca e tretë e samitit për mbrojtjen kibernetike të NATO-s me pjesëmarrës kryeministrin Edi Rama dhe ekspertë e përfaqësues të lartë nga vendet anëtare dhe partnerë të aleancës. Kryeministri Edi Rama foli për sulmet kibernetike të Iranit ndaj vendit tonë. Bëhet fjalë për hapësirën kibernetike, është pikërisht kështu. Investimi, ndërmarrja e një mori përpjekjesh për të parandaluar që të ndodhin gjëra të tmerrshme. Ne e dimë se si ndihesh kur kjo ndodh, sepse ndryshe nga shumë ju, uroj që të mos ju duhet kur përballeni me këtë. Ne na u desh të përballemi dhe e pam veten në mes të një sulmi kibernetik mjaft të keq e të gjerë që synoi infrastrukturën tonë digjitale, që është krenaria jonë. Ne kemi investuar në infrastrukturën tonë digjitale për një qëllim shumë të rëndësishëm. Në mënyrë që të bëjmë një kapërcim e të lëm pas krahëve një histori mjaft të rëndë rishfetesh kudo e për gjithçka. Rama theksoi nevojën për të qenë të gjithë së bashku në luftën kibernetike. Ai tha se nuk duhet që të presim që të përballemi me një rrezik për të bashkëpunuar të gjithë në një. Kur bëhet fjalë për mbrojtjen kibernetike, nuk është ide e mirë. Të qëndrosh më vete. Përkundërzi është një ide shumë e mirë që të bëhesh pjesë e qendrës për mbështetjen kundër incidenteve, një nismë e NATO-s për të mbledhur së bashku të gjitha vendet. Dhe për të formësuar një mbrojtje shumë të fortë përmes ndarjes të dhënave tona, përpjekjeve tona të përbashkëta dhe përmes ndarjes infrastrukturës, dhe kjo është thelbësore. Shqipëria është një nga të parat që është bërë pjesë tashmë, dhe do të uroja që të gjitha vendet të bëheshin pjesë. Në të kundërt, do të na duhet ta bëjmë një gjë të tillë, po pasi të kemi marrë një mësim në kurriz se nuk është ide e mirë që të jemi të ndarë. Ndër të tjera, kryeministri thotë se Shqipëria është në mesin e vendeve më të mira për sa i përket mbrojtjes nga sulmet kibernetike, dhe kjo sepse ka qenë ndër vendet e para që kanë ndërthurur inteligjencën artificiale me mbrojtjen e sistemeve. Kemi një prej mureve mbrojtëse më të mira kibernetike mes vendeve të NATO-s. Nuk është vizionare, është diçka që lind nga nevoja më elementare e mbijetesës. Sot përballemi mesatarisht me një sulm kibernetik në çdo 3 minuta. Por ja dalim t'i mbrapsim tërësisht. Kur bëhet fjalë për sulmet që lën gjurmë, kemi pasur 48 të tilla gjatë gjithë vitit të fundit. 48, por edhe një herë kanë lënë gjurmë, por nuk kanë bërë asnjë dëm të konsiderueshëm. Kështu që kur vjen fjala për infrastrukturën tonë shtetërore, qoftë kjo digjitale, fizike, e përsërisme, krenari, jemi mes më të mirëve. Kjo sepse mahamendja kemi qenë mes të parëve fare që kombinuan mbrojtjen kibernetike me inteligjencën artificiale. Dhe është inteligjenca jonë artificiale brenda këtij muri mbrojtës kibernetik që bën punën 24 orë në ditë, 7 ditë të javës për të zbuluar në faza shumë të hershme
potencialin e sulmeve të dëmshme. Ky samit shërben si një platformë unike për shkëmbimin e njohurive, forcimin e bashkëpunimit dhe ndërtimin e strategjive që synojnë mbrojtjen kolektive përballë kërcënimeve gjithnjë në ndryshim në hapësirën kibernetike.